Trump ka përlajmëruar që ose pranon një marrëveshje ose do t'y shkatroj. Pra do të goditen të gjitha infrastrukturat civile, të gjitha urat e Iranit, centralet e prodhimit të energjisë, por ndërkohë Irani ka bërë një kundër propozime 10 pika. Trumpi ka thënë që ka përmirësime në bisedime, por ende jo atje ku duan. A do të jetë Trump përsëri siç thot Wall Street Journal Taco, Trump always chicken out, që tërhiqet, apo do të gotas me një fuqi të madhe. Janë 2200 forca ndëshkimore marinësash, të cilët mund të bëjnë operacione të ndryshme, mund të hyjnë 50 milje mbas shpine tek ngushtica e Hormuzit për të shkatruar mbrojtjen e Hormuzit nga forcat e Iranit. Por ideja është që Trump ka drejtë që thot NATO dhe Bashkimi Evropian duhet të hap ngushticën e Hormuzit. Është përgjegjësia juaj. Do të ketë një ekzaminim nga e pare për NATO. Është e pa kuptimt, e turpshme kjo tradhti që NATO i bëri Trump, edhe pse ai hyri në këtë mision ushtarak ose luftë pa e pyetur ata. NATO është shumë e dobët, edhe pse është 100 milion më shumë banor se Amerika, ka një ekonomi me 22 trilion dollar, 10 herë më të madhe se të Rusisë, por ushtarakisht është thuajse zero. Por ama anijet luftarake të Italisë, të Francës, Britanisë, duhet shkojnë të hapin Hormuzin, nëse duan të marrin naftën aty. Dhe ka shumë gjasa që të përfundoj aty. Iranianët kërkojnë që të kenë një fi me 2 milion euro për çdo anije që do të kalojë Hormuzin. Pra, një tjetër nga ndërmjetësimin e Egjiptit dhe Pakistanit, Irani do të pranojë që nuk do të ketë kur pasurim të Iranit për të prodhuar armë bërthamore. Kjo është fitore e madhe nëse arritet. Do të lejojë vëzhguesit ndërkombëtar dhe amerikan për të miqëqyrë pasurimin e uraniumit. Por do donte garanci që Amerika nuk do të sulmonte kur. Trump do shikoj qeverinë e re të Iranit, të bashkëpunojmë, të jetë e hapur për dhënjet naftës ndaj Amerikës dhe Amerika t'i heq sanksionet. Mënyra se si ka folur zoti Trump nuk është mënyrë të folur të një presidenci. Pra, it's not presidential. Por ky është Trump. Duket që nuk ka pasur një para përgatitje serioze. Edhe në rastin e shpëtimit të pilotit, generalet nuk kanë dashur. Trump, në këtë aventurë, doli fitues, ka qenë një operacion brillant, por jo i lehtë. Sot ka 2 zgjedhje speciale në Wisconsin dhe në Georgia, një për gjykatën supreme, do të tregojnë trendin se nga do të shkojë mes mandati. Generalet e Pentagonit që kanë zbatuar operacionin kanë një fitore taktike në çdo betejë. Ana politike, në mënyrën strategjike, thuajse asgjë. Në qoftë se mandatin e parë Trump ka pasur emra të mëdhenj, këtë mandat nuk ka. Trump, si thot Bolton, çdo gjë e shikon se si përfiton ai, ekonomikisht, por edhe politikisht duke e konsideruar veten politikan. Dëmet ndaj Iranit janë masive, në qoftë se mbas 6 muajsh persët do të çohen dhe do të përmbysin regjimin, merita, kredit i duhen dhënë zotit Trump. Në fakt, ai tha që ndihma po vjen, do të kemi ndryshim regjimi, por situata ka ndryshuar dhe nuk është aq e thjeshtë. Irani ka pasur 1500 raketa. Europa është rrezikuar. Amerika jo. Problemi që krijoi Irani ishte se e hapi konflikti me vendet e Gjirit Vendit Arabe. Nuk sulmoi me raketa vetëm bazat amerikane,
por ka goditur infrastrukturën e vendeve arabe, banorët civil. Përfituesi më i madh është Netanyahu, çifuti polak, Milokovski, siç e ka emrin real, i cili arriti të fuste Trump. I ka njoftuar që unë do të bëj këtë operacion, ti mund mos vish, Trump ka kërcyer. Ndërkohë, Pentagoni ka kërkuar buxhetin më të madh ushtarak, $1.5 trilion. Do të kaloj demokratët dhe republikanët, kur vjen te miliardët dhe trilionat e mbrojtjes, gjuhën e kanë të përbashkët. Shumica e senatorëve kontrollohen nga lobingje të kompleksit industrial ushtarak. Fakt. Gjidi vend se sot është në Budapest për të mbështetur Orbanin në mandatën e 5, por duket që Orban edhe mund të humbas. Edhe pse është thënë që Amerika nuk ndërhyn në zgjedhje, ky fakt tregon që administrata e Trump mbështet djathtët. Do të ndodhë kjo në Shqipëri? Natyrisht, në qoftë se opozita do të tregojë që është realisht e djathtë në qëndrime dhe në aleancë me amerikanët. Rama është përfaqësues i anti-Trump, i Soros, amerikanët e dinë. Dosja e tij njihet shumë mirë nga FBI, familjarët e tij ndalohen, se kur do ta godasin, më pyesin në mesazhe, unë thjesht ju jap faktet. Kjo administratë është e thelluar në hetimet ndaj Meganit, Sinaloas, ku përfshihet Rama, dhe mbështet SPAC. Kjo është kontradikta, në qoftë se Rama përkthelet me vajzën e Trump, shkon tek bordi i paqes. SPAC-u vazhdon